Ujmbledhësi i thanës është një nga veprat hidroteknike më të rëndësishme në vend, ndërtuar në vitet 60. Prej më shumë se gjysmë shekulli, ky rezervuar vazhdon të furnizojë me ujë mbi 40.000 hektar tokë bujqësore në zonën e Myzeqes, duke luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e bujqësisë. Pamjet e siguruara tregojnë shtrirjen e këtij rezervuari, i cili zë një sipërfaqe prej 860 hektarësh. Krahas funksionit kryesor për vaditjen e tokave bujqësore në ujmbledhës, zhvillohet edhe aktiviteti i peshkimit. Bujqësia mbetet një nga aktivitetet ekonomike më të rëndësishme të Myzeqes. Pjesa më e madhe e tokave bujqësore furnizohet me ujë nga ky rezervuar përmes 3 kanaleve kryesore vaditëse që shpërndajnë ujë në sipërfaqet e kultivuara nga fermerët e zonës. Megjithëse ndër vite janë kryer investime për rihabilitimin e sistemeve të ujitjes dhe kullimit, problematika vazhdon të ekzistojë në disa segmente të rrjetit vaditës. Fermerët shprehen se gjatë sezonit të verës përballen me vështirësi jo për shkak të mungesës ujit në rezervuar, por për shkak të mosmirëmbajtjes dhe mospastrimit të kanaleve dytësore e tretësore që çojnë ujin deri në parcelat bujqësore. Këtë vit një pjesë e kanaleve vaditëse janë pastruar, ndërsa segmente të tjera nuk kanë njohur ndërhyrje prej dekadash. Në shumë zona, kanalet janë të mbuluara nga barishtet e egra dhe kallamishte, duke penguar qarkullimin normal të ujit drejt tokave të mbjella. Fermerët kërkojnë më shumë vëmendje nga institucionet vendore dhe ato përgjegjëse për sistemin e ujitjes, pasi mungesa e mirëmbajtjes së plotë të rrjetit pullues dhe vaditës i detyron ata të përdorin mjete mekanike për ujitjen e parcelave. Kjo rrit koston e prodhimit dhe ndikon drejt për drejt në ekonominë e fermave bujqësore të Myzeqes.